Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me kos që zhduk rrudhat për një ditë ja receta se si ta përgatisni. Me kalimin e viteve, rrudhat të cilat shfaqen në fytyrë janë një problem i vërtet për shumë njerëz, por për luftimin dhe parandalimin e tyre ju vjen në ndihmë një maskë tërësisht natyrale, e cila përgatitet shumë thjesht pasi ka nevojë vetëm për mjalt, vezë, kos dhe vaj ulliri. Në një enë ju duhet që të hidhni një lug mjalt, një të verdhë veze, 2 lug kos dhe një lug vaj ulliri. Gjithashtu, sipas informacioneve, ju duhet i përzieni të gjithë këta përbërës derisa të përftohet një masë kremoze. Këtë masë aplikojeni në fytyrë të cilën duhet ta keni larë më parë. Lëreni të veprojë për plot 30 minuta dhe më tej shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Përdoreni 2 herë në javë një maskë të tillë dhe do të shikoni rezultate të cilat janë me të vërtetë mbretëlënëse. Maska me kos për rrudhat. Lëreni për plot 15 minuta dhe shikoni se çfarë ndodh. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot vlera për të konsumuar kudoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës tuaj në qoftë se ju e përdorni atë si një maskë. Ndërkohë, pa nevojë për t'i shtuar asnjë përbërës tjetër, kosi gjithashtu kthehet në maskën më ekonomike me përfitime të mrekullueshme. Minerale dhe vitamina të cilat gjenden tek kosi. Ka një arsye të cilat kosi i jep lëkurës tuaj një rigjenerim, rigjallërim dhe shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave, janë pikërisht këta përbërës të cilët gjithashtu ndikojnë në shëndetin e lëkurës tuaj. Ndërkohë, sipas informacioneve, zinku i njohur për vlerat e tij anti-inflamatore nxit gjithashtu rigjenerimin e qelizave të lëkurës, si edhe balancon gjëndrat yndyrore të cilat shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë ne e dimë që kosi përmban kalcium. Ky mineral gjithashtu është përgjegjës edhe për parandalimin e përtharjes së lëkurës si edhe për hidratimin e saj. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira të cilat nxisin edhe prodhimin e yndyrave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit më kryesor të kosit dhe gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Gjithashtu ai funksionon si një agent kundër rrudhave dhe plakjes së lëkurës, por veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës me tirosinazë, e cila gjithashtu nxit prodhimin e melaninës. Kështu, lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe njëkohësisht edhe më e pastër. Ndërkohë, nga ana tjetër, ju duhet të dini se kosi është fantastik për lëkurën tuaj. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është që në një filxhan kafeje të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj me kos dhe t'i përzieni derisa të formohet një masë e plotë. Më pas vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike si edhe qafën. Ju këshillojmë që ndërkohë që të lyeni fytyrën, ju edhe të masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur qarkullimin tuaj të gjakut. Kosi do të fillojë dhe do të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar kështu një maskë të mirëfillt. Lëreni atë për rreth 15 minuta dhe më pas mjafton të njomni pak duart me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërmohet. Kështu, do të largoni të gjitha qelizat e vdekura të lëkurës. Kosi nga ana tjetër përmban edhe baktere të cilat luftojnë të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm.
Gjithashtu, ju do të parandaloni edhe krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas, shpëlajini lëkurën tuaj me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, ne ju sugjerojmë që ta shpëlani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet ta përdorni kostin për lëkurën e thatë, si edhe për të parandaluar rrudhat. Për personat me lëkurë të yndyrshme, është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa për ata me lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. Maska me vezë dhe kos që ndihmon në rigjenerimin e lëkurës. Maskat për kujdesin dhe rigjenerimin e lëkurës mund të realizohen shumë mirë me produkte natyrale në shtëpinë tuaj. Këto maska nuk kërkojnë shpenzime të mëdha, madje japin rezultate shumë të mira për hidratimin dhe rigjenerimin e fytyrës. Janë një maskë me të bardhat e vezëve dhe kosit. Nëse përzijmë një përbërës të dobishëm për lëkurën, siç janë të bardhat e vezëve me kos, maska e përftuar ndihmon shumë në rigjenerimin e lëkurës tuaj. Ndërkohë, sipas informacioneve, e gjitha çfarë duhet të bëni është që të hidhni 2 lugë gjelle kos tek e bardha e vezës, i përzini mirë dhe më pas e aplikoni atë në fytyrë të pastër dhe lini për 20 minuta. Në fund, për të hequr maskën tuaj, përdorni ujë të ngrohtë. Pa i hequr meritën produkteve të kozmetikës që marrim në parfumeri, mund të ndihmojmë lëkurën tonë edhe me produkte të bëra vetë, me përbërës të thjeshtë dhe me kosto minimale. Duke kujtuar që kosti ka aftësi shumë të mira për të aktivizuar element përbërës të produkteve me të cilat përzihen, u mundëson atyre që të penetrojnë në mënyrë shumë efikase në lëkurën tonë. Vetëm kujdes, duhet të përdorni kost të bërë në mënyrë natyrale dhe jo kostin të cilin e bleni në dyqan. Kos dhe kivi. Kivi është një frut i çmuar sepse përmban substanca ushqyese të cilat i japin lëkurës tonë shkëlqim. I pasur me vitamina C dhe E, ky frut e përmirëson lëkurën tuaj falë përmbajtjes së antioksidantëve, në veçanti vitamina C, e cila bën të mundur edhe zbardhjen e njollave të lëkurës. Kivi gjithashtu ka cilësi antiinflamatore natyrale që ndihmon në luftën kundër akneve dhe njollave. Nga farat e tij mund të përdoret gjithashtu edhe për një skrab të lehtë. Marrim tulin e një kivi të cilin e shtypim mirë me një pirun. Më pas i shtojmë kosin dhe e përzijmë derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Pasi ta keni larë fytyrën, aplikojeni maskën e realizuar dhe e lëmë në fytyrë për plotë gjysmore dhe më pas e shpëlajmë. Këshillohet që kjo maskë të aplikohet një herë në javë. Kos dhe mjalt. Kjo është një maskë klasike e cila duhet bërë fal kosit dhe mjaltit që shërben kundër rrudhave dhe është qetësuese. E gjithë maska arrihet duke përzier një lugë gjelle kos dhe një lugë mjalt. Është e thjeshtë në përgatitje dhe me një efekt të menjëhershëm për t'i rikthyer shkëlqimin lëkurës tuaj të lodhur dhe të stresuar. Kos dhe arra kokosi. Kjo maskë është e njohur në mbar botën. E gjitha çfarë do t'ju duhet është gjysmë tas si kos, një lugë gjelle me miell kokosi dhe një lugë me miell qiqrash. Kjo shërben për lëkurat mikse si efekt skrabi, e cila ndodh fal vitaminave tek qiqra dhe tek kokosi. Lëreni maskën për 10 minuta dhe shpëlajini me ujë të bollshëm dhe të ftohtë për efekt tonifikues. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona
që ne postojmë çdo ditë. Kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.